Gjatë se jave pati një moment që për hir të vërtetës fillimisht ishte rrënqethës për shkak se flakët që përfshin një pallat në Tiranë u duk se mund të kërcënonin seriozisht jetët e banorëve. Por për fat mirë dhe fal përpjekjes dhe punës realisht profesionale por me gjitha heroike të forcave të zjarfikësve, gjithçka kaloi pa asnjë jetë të humbur dhe pa plagë të rënda. Në ndërkohë që çka mbeti pas asaj zjarri ishte shkrumbimi i asaj godine, për të cilën u vum menjëherë në lëvizje, dhe gjëja e parë dhe më e rëndësishmja sipas meje është që godina do të rindërtohet tërësisht nga e para 100% nga vetë ndërtuesi i saj. Dhe nga ana tjetër, angazhimi për të ndihmuar banorët që deri në momentin, dhe besoj që nuk do të marrë shumë kohë, sepse Karabinaja është aty, por deri në momentin kur ata banorë do të kthehen në shtëpi, të mund të kenë një bonus qeraje dhe patjetër edhe një mbështetje nga bashkia për të lehtësuar barrën e krijuar nga dëmet e pariparueshme që kanë ndodhur në banesat e tyre. Tani, gjithmonë në këto raste shfaqen menjëherë si këpurat pas shiut lloj-lloj gjithollogësh edhe lloj-lloj ekspertësh publik, por pa licencat dhe pa njohuritë e nevojshme për të marrë një rol të tillë. Po gjithsesi, edhe për shkak të emocioneve, edhe për shkak të nevojës për të marrë protagonizëm, kush nuk del e çfarë nuk thot. E vërteta është që kjo ishte një fatkeqësi e shkaktuar nga një shkëndi, nga një nisje zjarri, po doni, që nuk ka lidhje në vetvete me ndërtimin. Por nga ana tjetër, kjo është një arsye për të parë dhe për të kuptuar ashtu siç duhet edhe çka lidhet me cilësinë edhe me materialet e ndërtimit, edhe pse nga verifikimi i parë që është bërë, ndërtimi kishte të gjitha materialet të certifikuara dhe vinin nga importi, kështu që nuk dua të zgjatem më shumë në këtë pikë. Më e rëndësishmja është që askush prej atyre banorëve që patën atë moment dramatik që fatmirësisht dhe përsëris fal në radhë parë forcave zjarfikse, po dhe forcave të rendit aty të pranishme, nuk u kthye në një moment tragjik, nuk do të lihet vetëm dhe nuk do të lihet në fatin e vet përballë nevojës për t'u rikthyer dhe për të jetuar normalisht në një banesë të vetën, siç i takon tërësisht të rindërtuar. Një shënim i cili besoj ja vlen, sepse në këto javë, në këta muaj, po flitet për paketën e maleve. Natyrisht, kur them po flitet, kam parasysh vetëm çka themi ne për të informuar publikun dhe mbi gjitha për të informuar ata të cilët shikojnë nga Shqipëria dhe dëshirojnë që të investojnë kursimet e tyre në tokën e të parëve apo në rindërtimin e një shtëpie të vjetër të gjyshërve mes maleve, por edhe flitet nga shumë kush që
si gjithmonë dhe për gjithçka deformon, devijon e kështu me radhë. Por nuk është kjo përmbajtja e këtij shënimi, por është ajo çka i shtohet paketës maleve, si një projekt i quajtur Porta e Alpeve, që përbën një ndërhyrje të drejt për drejt me një investim masiv prej 100 milion eurosh i bashkëfinancuar me Bankën Evropiane të Investimeve për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit me fokus turizmin malor. Është një projekt për cilin kemi punuar për një kohë gjatë, që synon të lidhë më mirë zonat e veriut me njëra tjetrën dhe me pjesën tjetër të vendit pa dyshim, duke krijuar akseset të lehta dhe të qëndrueshme gjatë gjithë vitit. Përfshihet përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe transportit, përfshihen investime në ujësjellës dhe menaxhim të ujëve të zeza, si dhe ndërhyrje në zhvillimin urban dhe restaurimin e asaj trashëgimie të vyrë historike që ka edhe në zonën e veriut, në ndërkohë që patjetër nuk mund të ishte jashtë projektit edhe kujdesi për të siguruar, për të garantuar gjithë ato pjesë të mrekullueshme natyrës që duhet mbeten të paprekshme. Kjo është qasja e integruar e një projekti që nuk trajton vetëm një segment, një aspekt, por ka një shtrirje gjithë territoriale dhe synon, e besoj, ka të gjithë potencialin për t'i dhënë një nxitje ekstra zhvillimit të turizmit dhe të ekonomisë në veriun e vendit. Besoj që me këtë shënim mund t'i bëj edhe një përshëndetje të posaçme të gjithë atyre që sa herë flitet për veriun me njëherë fillojnë flasin për qartë për qeverinë që nuk ka bërë mjaftueshëm për veriun dhe një përshëndetje shumë miqësore duke u thënë që sa ka bërë dhe sa do të bëjë kjo qeveri për veriun e vendit nuk kanë bërë të gjitha qeveritë e marrë së bashku, se për ato që vijnë pas nuk dua të flas, po të gjitha qeveritë e marrë së bashku qysh se Shqipëria ka hyrë në rrugën e liri demokracisë që e dim të gjithë se si filloi, si vazhdoi dhe të gjithë e shohin se si po transformohet në funksion të gjithë shqiptarëve dhe në funksion të gjithë Shqipërisë.